tim, ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë që jam Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Sot, si ditë e dier që është ditë dembelash për disa, po ditë punësh për disa të tjerë, ne I bëm punët dje, kështu që sot është ditë dembelash për ne, kemi vendosur që të çohemi, avash avash, ora nga 11 tani, edhe të shkojmë për nga tregu I të përdorurave, do ikim nga Pesa. Sepse Emreja nuk ka qenë asnjëherë, edhe një ditë po më tregonte mua se si therasin andej në Turqi ku shesin produkte që therasin çmimet, e tha këtu në Shqipëri s'kam para asnjëherë, më tha mua se si që të therasin kështu, tha s'ka. Thashun, do të çoj unë, thash një ditë, po prit. Edhe sot rastisi që më në telefon Marinë dhe Redionin që ti thosha për të dalë për mëngjes, për kafe apo për kështu, edhe më thanë që do shkonin andej, thash, sa mi do vim dhe ne. Kështu që u bëm gati edhe tani do nisemi për nga Pesa. As ju s'keni qenë ndonjëherë me mua, se unë s'kam qenë ndonjëherë ande. Jo se kam kështu, domethënë nuk është se kam përshtir apo zor apo kështu nga rroba, thjesht unë jam shumë e paduruar edhe përtoj të hyj, të kërkoj, të shikoj, të vi vërdall. Kam arritur në një pikë që përtoj edhe në për dyqanet e Tegu edhe këto qendra tregtare. Jo me atje që duhet ta hapësh ato dengjet. Anyway. Ta gëzosh, Redioni bleu një parat vogël, është kështu vintage. Sa po kthejmë në shtëpi tani, ande nga Pesa unë mora vetëm një fanel. Mora një fanel të tillë, të gjatë, për ta veshur në punë. Se tani gjatë dimrit, mbaj gjithmonë një gjë të tillë, unë ja prit ja tregoj edhe se sa I gjatë është. Është kaq I gjatë. Deri në fund këmbë. Urdhëroni. Kjo ishte 15.000 lekë. Tani, si pas kam bërë si brirë. Tani 15.000 lekë për të përdorurat shumë është, mendoj, besoj. Po, duke qenë se kam vetëm një të tillë, të trash, që e mbajnë në dimër veshur në punë, tash po marrë edhe një tjetër, hajde varja se nuk është se po kërkoj. Më thënë këte, thjesht e pash e gjeta edhe e mora, nuk është se isha me qëllim për të gjetur një gjë të tillë. Kaq. Emreja gjeti edhe një xhup lëkure që ishte me nga ato kështu si pllaka për motora, po I rinte I vogël. Kishte edhe modele të tjera, po e donte lëkurë, kështu që nuk e mori. Sa po pam një video në Instagram. Ku pam një video në Instagram ku është një metodë se si të marrësh dikë që është shtri në dyshemet, ta marrësh në kurizë kështu në raste që ndodhin po tërmete zjarre, më thetash, edhe do ta provojmë tani, po do e marr unë Emren në kurizë, se kështu ishte edhe videoja që gruaja merrte burrin. Dur. I need my hair tied for this. Öldüm şu an, öldüm. Ev yanıyor, sen saçını düzelt. Öldük, beraber öldük. Beraber öldük. Nuk e ngre dot lopën.
Misioni mbaroi. Monday, Hello, good morning! Jemi në një ditë të re në mëngjes. Edhe po bëhem gati për të shkuar në punë dhe hapa tani të fetarin e kokofilkave për të marrë budallinqe për të ngrënë në punë. Mora një çibuk, mora edhe një çekolatë. Edhe kam marrë këtu dhe disa kartë vizita të OG Beauty Lounge, se do t'i qoj aty në punë të jap kolegeve të mia që ta kem parasysh se ku të shkojmë tani për shërbimet e reja të flokëve dhe jo vetëm të flokëve. Koa e ka dhënë me shi. Nuk hodha parfum. Vërtet parfum. Ka jali për sot. Sa dritë, sa errësirë do bjerë shi. Prandaj është kohë kështu. Domethënë do të thoja sa dritë e ndyrë, sa errësirë. Po marrë dhe kufjet me shi pashë, po marrë dhe këtë të Rare Beauty. Po marrë dhe lapsin, me gjithse lapsin s'do e përdor. Jo, po e le lapsin. Edhe do vesh çizmulka. Çizmulkat. Sepse do bjerë shi. Do vesh këto Timberlandset. Më hajt buk. Po nuk e keni idenë se sa buk më hajt. Duhet marrë dhe çadër. Edhe për të veshur më sipër do vesh këta sot. Inshallah nuk levitosen. Sot në orën 6 kam në takim për të bërë thonjt. Ju më kritikoni gjithmonë mua që i bëj thonjt shumë të gjatë, ju duken vulgar, ju duken të shëmtuar, të papastër. Mua më duken shumë të bukur edhe më duken shumë praktik, që është e vërteta. Dhe këtë radhë që i bëra thonjt të shkurtër, kaq të shkurtër, ky u thye. Edhe këta ku po palosja një ditë robat, i palosa bashkë me roba, pa dashje, nuk e di se si 300 ndodhi, edhe u palos gjithë hoj kështu, nuk e di. Ky tjetri është thyer këtu. Ky tjetri është thyer, është hapur këte, megjithëse e kam limuar edhe e kam rregulluar. Si ka mundësi që unë sa herë i bëj thonjt të shkurtër, më thyen, më bëhen copash, më kapin nëpër flokën, më të shmendin. Kur i bëj thonjt e gjatë, i kam për bukuri. As nuk më hapen, as nuk më thyen, asgjë. Nëse, hajde po dalim. E sot me punës, tani me prapë do të shkoj të marrë Urbani se do iki të bëj thonjt. Edhe jam tu afër te çfarë quhet kjo? Nga do gjatë asime do të shkojnë Don Bosco. Ka dhe trafik, se ka po të trafik që në mëngjes. Shpresoj të arrijë në orar, pavarësisht se e kam në orën 6. Po bjen edhe sa pika shiu, po që mora edhe çadrën. Edhe jam okay. Mezi ka i për dita sot, mezi është shtyrë. Është që më baroj. one eternity later. Aşkım. Sa po erdhëm në shtëpi, se u ishim tek Dafi me emrin Hangry Dark. Thonjkat janë këto. Dhe i kam bërë me atë efektin... Qa quhet ky efekti? Zeza, me magnet. Këto janë thonjkat, me që jemi dhe në periudhën e vjeshtës. Emre, më mleshat apo si e ka hallin? Jo, më. Mua më pëlqejnë shumë. Ja. Këto janë thonjkat. Tani të bëjmë një haul të shpejt, sepse mami kishte dërguar ca gjëra nga Korça, e po lejmë drejt mbaroj videon.
ka dërguar një panetone me rushka të thata që nga kjo panetonia, sepse Emreja për herë të parë fare në jetën e tij panetone ka ngrënë kur u njoh me mua. Kështu që e kemi kështu domethënë e kemi si gjë të veçantë tonën, edhe duke qenë se i pëlqen shumë, e kishte dërguar mami për Emren. Ka dërguar ta qyrekakja të vogla të mbushura me çekulatë. Kishte bler një palë pupa për mua për t'i mbajtur në shtëpi, janë kështu me lesh nga brenda. Janë si punë e aksave, po, kështu aks from kinezi. Tjetër çka ka dërguar? Oh, pas ka dërguar Kinder Delice. Yes. Ka dërguar edhe vitaminat, sepse unë shkova bëra analizat e gjakut të përgjithshme, bëra ca shtes ferritinën, tiroiden, më the thash, se çfarë bëra ca tjera si më mend. Kisha pak mungesë të vitaminës D edhe të hekurit. Hekurin unë e di që i kam bërnut, po gjithsesi. Dhe përveç kësaj, Maria dhe Redioni kishin shkuar udhëtim në Prag, dhe kur u kthyen nga Praga na sollën nga një kek që është tipike e Pragës, quhet Marlenka honey cake. Kek me mjalt. Mu prish dhe bateria, një nga bateritë e kamerës, bateria e vjetër në fakt, nuk merr më karikim, nuk punon, nuk dizet kamera fare, kështu që më duhet të blej edhe një bateri tjetër. E gjeta diku po ishte pak shtrenjtë. Po zgjeta gjikundi tjetër, atë do blej se s'kam ç'a bëj. Nuk ngelim dot me një bateria, mbaroi bateria tash. Po pushton kjo. Kështu që më duhet. Tuesday. Good morning! Nga një ditë tjetër, nga një ditë e martë sot, dhe unë vendosa që këtë javë t'ju tregoj edhe outfitet për në punë. Duke qenë se filmova edhe dje që ishte e hënë, ja u tregova outfitin e dishëm, që u tregova më duket. Okej, nejse. Sot kam vendosur që të vesh këtë badin ngjyrë ulliri që mora tek Fashion Nova. Kam veshur këtë xheken që e kisha veshur edhe dje në fakt. Kam marrë çantën që mora tek H&M. Kam veshur një palë pantallona që mi solli mami, nuk e di nga i ka gjetur në fakt. Kanë këtë krickracun këtu që më pëlqen shumë, edhe më shtrëngon këtu te barku. Edhe janë me këmbkat këtu poshtë jashtë. Ndërsa këpuc, kam veshur këto këpuc që kam nuk e di se sa vite. Janë lëkur, i kam marrë në Korç më duket. Janë me shuall të trash. Edhe janë edhe kundrat shiut. Se kam haruar. Vendosa edhe datka. Lyeva edhe në qik buskat. S'kam e nazi tjetër nga sytë se harova. Kam bërë edhe floçkat gërshet. Shpejt e shpejt. Edhe, ja. Bye, so bëra vonë. Wednesday. Mirëmëngjesi nga dita e mërkurë dhe dita e tretë e veshjeve për në zyrë. Sot kam vendosur që t'jem pak më epispillos dhe më bukur, sepse t'i bëra dush edhe saj që bëj dush unë t'jem shumë e bukur. Se kam flokët në rregull. Kam vendosur bëthka këtë herë gold, kam nyen çik qepikët, kam bërë pak fare blush, duhet ta shikoni, po duket, edhe pak buzët. Betullat janë bërë për i brejtë në fakt, edhe duhet të shkoj t'i rregulloj te Hana se lash nam. Flokët në gjendje të lirë, absolutisht asnjë lloj gjëje, se dje erdhëm vonë në shtëpi dhe nuk pata mundësi që t'i rregulloja. Kam veshur një gjysmë golf, beige, që është me këto vijat, ribbed, quhet në anglisht, nuk e di si quhet në shqip. Kam veshur këtë kardiganin e shkurtër që bleva tek Fashion Nova, që më pëlqen edhe më mban super shumë ngrohtë, të them të drejtën. Ndërsa nga këmbët kam veshur pantallonat që bleva te Stradivariusi, në mos gaboj, në Kosovë. Kurse atlete kam veshur këto Adidaset Gazelle. Në fakt duhet të ndryshoj çorape, duhet të marr çorape beige. I kam nga shtëpia e Alexis. Edhe si kam marrë akoma. Ja. Ky është outfiti për sot. Dhe sipër normale do vesh edhe këtë xhaketën sepse ka filluar është shumë ftohtë këto ditë. Bën me këtë kardiganin që kam veshur, se kam veshur edhe një tjetër. Njeri plevitosu mua, që pyesni. Oplala. Dhe çantë, ku është çanta ime? Çantën kafe. Ky është outfiti për sot. Thursday.
Good morning! Rishihemi përsëri nga një ditë tjetër. Sot është dita e njëjtë dhe ky është outfiti i katërt për në punë. Si fillim, vesha këtë gjysmë golfin e bardh, edhe sipër këtë xhaketin që ja u tregova që e mora në Kosovë, që e kam njësoj me emren, kurse pantallona kam veshur këto që nuk ja u tregova, më duket nuk ja u tregova. I mora tek një dyqan tek Shein. Pajta i shkurtova se i kisha super të gjata, dje i mora të gjitha xhinset që i kisha shkurtuar. Edhe poshtë kam veshur këto atletet Nike. Dhe ky ishte outfiti për sot. Flokët thjesht i bëra një gjysmë bishti. Kam bërë edhe pak fare buzët se nuk isha nerva. Hey. Plus që më është bërë edhe fytyra shumë keq nga aknet, nga puçat. Më është acaruar. Jam, nuk e di, ndoshta 2 ditë afër periodave. Edhe jam bërë, nuk e di, nuk i kisha parë ndonjë fytyrën kaq keq. Vetullat po prap nuk i kam rregulluar, nuk më ndihmojnë me pamjen time si zonjush, edhe unë gjeta se kur ta bëja videon se si vishem një javë për në punë. Anyway, Ika, do të shihemi prap. Hello, direkt pas pune erdha këtu tek OG Beauty Lounge, sepse mora veç që kanë sjellë disa produkte të reja, kremra, maskra, çka keni sjellë tjetër, shampo, edhe erdha që ti provoj. Apo jo Asanxhën? Po. Asani është shqetur sot, është ruajtur, është bërë si lëndër është bërë. Damat gibisin bugün ya. Teşekkür ederim. Gelin nerede? Gelin mi? Evet. Bilmem. Evet kështu, shikojmë tani çfarë do bëj Asani. Tanja, Po, Serça, kush është ajo? kjo, Çfarë është? L'Oreal, Kjo është Absolute Repair. dhe kjo Gold, Me flori. po, Do mi bëni flokët me flori. Niye bu kadar şukum yapıyor? çünkü bu şampuanın içinde çok fazla pigment var. Pigment olduğu için de saçın her yerine uygulanıyor, anladın mı? Yani hani bütün dibinden ucuna kadar bütün saçlarına işliyor bu. İşliyor. İşliyor. Ne demek İşliyor işliyor? derken yani içine giriyor. Anladım, Anladın mı? anladım. Zaten birazdan maskeyi yaptığın zaman saçında böyle parlak parlak bir şeyler göreceksin, altın gibi. Evet. Çok iyi. Tani kjo bë ka shkum shumë, thot Asani, sepse ka shumë pigment, edhe futet deri në brendësi të fijes së flokut. Pastaj do bëj edhe maskën, edhe maska ka copza. 3 dakika bekleyeceğiz. Böyle. Evet. Po presim 3 minuta. Maska ka copza kështu që ndriçojnë si flori. Do të thosë flori vërtet besoj pe. Ar. Zita. Po. Bu da Kerastas'ın serumu. Ne yapıyor? Ve saçı sabitliyor. Yani yapmış olduğum bakımı 3 haftaya çıkartıyor, anladın mı? Sağlam durması için. Besleyici, vitamin. Është serum nga Kerastase dhe i jep shëndet flokut. 3 hafta sonra ne yapıyor? 3 haftalık bir koruyucu sağlıyor saçlarını. I bën një mbrojtje të flokëve për gati 3 javë. Mbaruam edhe procesin e krehjes, për momentin jemi në këtë gjendje, edhe jemi dhe në këtë gjendje. Merak etme. Prita San Mosmit, spray panetones. Vitamin. Sa ishte mirë bie dhe kjo gjëja. Tani, sa të heqim, i hoqi që tani, Asani këto, okej. Do haja panetonen. 5 dakika bekledikten sonra açıyorum saçlarını.
pas 5 minutash, pritje. I heqim, i hapim. No, the other way, evet. Ashtu. Po sa e bukur u bera, sa e bukur. Tash i duhet iki, duhet ikin party. Do ikim party. Po. Do ikim Party kur shtëpi. Party kur, po, party në kurs. Sa të bukura, shumë të bukura, po që do veja të kokorin tani e do më pishen fare. Mos më flisin tani, mos më flisin se jam si princesh. Biraz saçım oldu kız. Benim saçlarımı da yapıyor musun? Tabii Emre Bey, ne yapalım sana? Şöyle bir saçlarını aslında böyle bir altın sarısı yapabiliriz. Floket. Şöyle bir Schweinsteiger. Bir Alman modeli yapalım sana, ne diyorsun? Faleminderit Hasancığım. Canım, Asçı. Rica ederim. Teludem. Telomşin duvar. Hayır beni çekiyordu o yüzden. Hepimiz kardeşiz. Şarkı söyle be. Ne diye İlahi ay ay dağlar oy sana. Bilmiyorum. Harbi. Vallahi. Al bırakacağım. Ne biliyorsun sen? Morde copo e cielo le. Friday. Good morning! Mi mëngjesin nga dita e premte, më në fund, erdi fundjava! Sot, si e premte, outfiti është shumë i thjesht, kam veshur këtë bluzën e trashkës, e pashi ishte dhe ka shumë freskët, ndërsa jeans e kam veshur këto të gjerat, i kam edhe qik të gjata në fakt edhe i shkel, dhe nuk e di pse, po kjo është më i gjatë se sa kjo këmba tjetër, edhe sa që iki kjo bën krub bën zhurmë, kurse kjo nuk dihet fare. Kurse atlete kam veshur këto Nike-t e kuqe. Për çantë, do marr këtë çantën e zezë, se kam shumë të kollajshme, dhe duke qenë se është shumë ftohtë, se dola në balkon edhe pash ishte shumë freskët, do vesh këtë sipër. Sot mora me vete edhe buk, porositëm dje pizza me emren. Jo, unë porosita pizza, kurse emreja porositi nga jalapeno. Unë hangra gjysmën e pizzas dje, gjysmën e mora me vete sot edhe disa patate. Kështu që sot nuk ka harxhim lekësh. Ose maksimumi, në qoftë se do më vi gjumi gjatë kohës që do jem duke punuar, do marr cappuccino. Edhe çanta. Dhe nisemi për punë. Dhe flokët janë në këtë gjendje, pasi i krea dje. Sa të butam janë berë, nuk e keni idenë, kalon, shiko sa shpejt kalon dora. Wow, edhe me këtë të krejurën kështu nga brenda. Më pëlqen shumë. Dhe kështu të dashur miqtë e mi, të dashura dritkëzat e mia, erdhi momenti që unë ta mbyll këtë video. Uroj shumë që t'ju ketë pëlqyer. Ishte një video që unë nuk e kam bërë ndonjëherë, domethënë të tregoj outfitet e mia çdo ditë për në punë, si në këtë rast. Unë u argëtova, nuk e di nëse juve ju pëlqeu apo jo që ta bëj edhe herë të tjera. Normalisht këto ishin outfite shumë të thjeshta, po unë me kalimin e kohës do filloj të marr edhe rroba të ndryshme dhe pak më të bukura ndoshta, jo kaq të thjeshta si jeanset edhe batit edhe kështu, po nejse. Për shembull sot bleva një fund. Bleva një fund sot, se sot është e shtunë edhe dola. Bleva një fund tek De Facto. Bleva edhe një çantë tjetër, se ishin të lira. Këtë çantën e mora në fakt sepse nuk kam shumë çanta të sakta, ato çantat e vjetra që kam patur janë vjetruar shumë, janë bërë shumë, janë grisur, janë kputur, janë rjepur, edhe normalisht që duhet të merja diçka të re. Kështu që mora këtë që është e madhe, që kem edhe kamerën, ta kem të kollajshme për ta futur në çantë. Është goxha e madhe në fakt. Kurse fundi që mora te De Facto është ky. Është i thjesht, gri, ka këtë patternin e tillë me vija, kishte edhe një pseudorip,
po që këto që nga të mbyllura. Jo, të hapura që nga këto, po ky ripi është i qepur këtu. Po që nuk ishte nevojë për t'i vendosur rip, gjithsesi, se më rinte shumë mirë, më rinte fiks, tamam. E mora numër 36 këtë, po. Edhe ka këtë materialin si push, si material të butë. Kjo ishte videoja e kësaj jave, kështu që në qoftë se ju pëlqeu, dua të më komentoni dhe të më thoni të bëj apo jo video të tjera, ose të ngjashme. Përpara se të largohem tani, ju e dini mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Ju pu dhe ju përqafoj të gjithëve. Mua! Bye!